ti kur ke bërë 1 milion plane për foto, video, gjëra kur të shkosh në Venecia dhe ti vetëm flihen gjumë pastaj. Ashtu ka të vinë dielli. Italianët janë shumë gentil. I already love them. Gjatë rrugës nga Treviso për në Mestre, aty ku do të rrinim 3 ditë në vijim, më kujtoha koha kur isha në Erasmus në Itali, e sa shpesh përdorja trenin për të udhëtuar nga Pavia në qytete të tjera. Rrugë të cilat i bëja për të takuar të afërmit e mi. Jemi duke shkuar te Roma, po vishemi ta gjejmë. Sigurisht që nuk e kemi marrë në zonën më turistike. Duhet shumë lekë. Ne sapo kemi ardhur te Airbnb-a, është shumë, si themi, si është fjala kur nuk do të thuash i shumtuar, është modest. Është modest, stil gjyshesh, po it's okay. Ka një kuzhinë të vogël. Tani po dali. Jemi shumë e fat që ka dalë moti i mirë, sepse ditë me radhë jepte që do binte shi. Pikërisht në ditën që do vinim ne, but look at the sun. Ndjej shumë presionin, se më duket sikur fontet vetëm bëhen më të bukura, dhe më duket sikur duhet bëj foto, video, kudo. Dy janë shumë bukura. Po vetëm njëra do marrim, më them këtë. Okay. This one is prettier. Do ikim te një vend për të një kafe, pasi jemi zgjuar në orën 3 të mëngjesit. Ciao ragazzi, sono con 2 ragazze, mi fanno male. E mbani mend që unë ndiqja kurs italisht lider na dysh, so. Një për maskën apo për këtë të çejcave? Nese, diçka do e marrim këtu tani, se ne e bëm vlog këtu dhe këtu në shë. Të bëjmë. Se di për ju, po mua më pëlqen shumë që t'jem turiste. Do me thënë, unë vdes të futem në për dyqane, blej gjëra, ku t'ju që më mbajnë kujtim. Edhe është tamam sjellja tipike një turisti që unë kam shumë qejf ta bëj. Plus herë jam jashtë, nuk kam fare problem që të filmoj me kamerë. Ndërkohë që nëse do isha në Tiranë apo edhe në Dresden kur jetoja më përpara, nuk do kishte shanse në botë që unë të nxirrja telefonin edhe të filmoja siç jam duke filmuar tani. Ja. Me gocat po diskutonim që Venecia është pak vend romantik dhe që duhet shkosh me të dashurin apo partnerin. Emir.
ty. Kjo është ndër liberitë më të famshme në Venecia. Sa keq që s'pas ka libra anglisht. Where's my partner? I'm here. Partnerja tjetër po na pret, na ka dhënë komand që mos të vonojmë shumë me fotot. Hajde. Pjesën e mbetur të ditës e kaluam duke u endur nga një rrugicë në një rrugicë tjetër në Venecia e duke u futur në përkisha, ku hyrja ishte edhe falas, e duke shijuar artin e muralet majqepsëse. Unë nuk ishte marrë vesh shumë nga arti, por e kuptoj të bukurën, dhe aty kishte plot gjëra të bukura për të parë. Wow, so nice. Ne jemi duke pushuar, me shumë mundësi nuk më dëgjoni fare se këtu kalojnë traketa, gondola. Ne e provuam që parë. Në fakt ishte shumë spontanisht se donim të vinim nga ana tjetër, edhe vetëm mënyrë që të vinim ishte të merrim tragetin 2 euro, 2 minuta 2 euro, po e shfrytzuam maksimum. Nuk di, ishte shumë nice. Ndoshta nga fakti që nuk harxuam 90 euro thjesht për të patur atë eksperiencën e gondolas, which we want. No, actually nuk duket sikur shkojmë. Plani tani është shkojmë time? Gelato. Sta. Voglio prendere crema veneziana. Edhe ti mi dhe do? 2. Në darkë vendosëm të mos dilnim, edhe pse planet ato ishin, dhe qëndruam me njëra tjetrën duke folur, dhe kaluam shumë mirë, kishim shumë gjëra për të thënë. Mirëmëngjes. Po bëjmë një pak gati dhe të dalim. Yeah, të së Luna. Ne jemi ullur të Sula Luna, që e sugjeronin. Thjesht që nga fundi shumë gusht edhe unë jam buz kanalit, që mund të bie në çdo moment. Ta provojmë të treja Më falja, s'është kjo eksperienca italiane? Pika i ftyrë. Më qëra, më sasi që janë mirë. Apo jo? Ne kemi dalë sërish. Tani po e shijojmë Venecia natën. Kemi një vend ku duam të shkojmë. Thjesht shpresoj që mos jetë overcrowded dhe të gjejmë një vend aty. Ka shumë pak njerëz. So, nëse jeni në Venecia do dilni patjetër natën, se do e shijoni shumë. Buonasera signorina.
Vaj il mani. Ne ram pre e tourist trap dhe morëm tek Susa, akullore. Sot është dita e fundit. Sot jemi dhe të ngarkuara. Por we're gonna take it slow. Do bëjmë kolacione si fillim. E më pas we're gonna just walk around. Derisa të vi koha për të ikur në aeroport. 5% meno 5% è bellissimo, non c'è nessuno, poi siamo anche Oh, kam marrë shumë. Ska sheqer? Edhe më atë problem që më ka. Shumë parë duke më tjetë, besoj se janë. Mendon? If this isn't life, I don't know what it is. era veramente rilassantissimo e in più sì, potevi correre quanto volevi a destra e a sinistra, tanto ti medio Ishte i shishëm, po dje afër shtëpisë ku po rrinim. Këta italianë janë shumë të zhurmshëm, shpresoj të jeni duke më dëgjuar. Aty ku po rrinim dje ishte më lirë edhe shumë herë më i shishëm. Atje nuk provuam kafe as cappuccino, por që brioche ishte mamma mia. Duam të blejmë diçka për në Shqipëri, po nuk din që të marrim diçka tipike që mund të transportohet kur jetish me backpack për në Shqipëri. Biskoti panettone ose pandore. Okej. Djatë, suvenir që më marrë si limoncello, po si për nuk e ashtu dot këto. Fashion Week. Okay, I'm so excited for that. Po është e pa bluar. Dhe për expression. Po kapshë dhe më.